Kjo javë tashmë është aktivitet tradicional i joni, që zhvillohet që disa vjetë dhe përmban aktivitete të shumta dhe të ndryshme në kuadër të punës tonë. Sot na kemi vendosur me fillu këtë javë me një veprim simbolik, me të cilin e keni pa edhe para ndërtesës në kuadër të banerit që e kemi shpalosur, ku njoftojmë për mbajtjen e grevës një ditore, si formë proteste kundër korrupsionit dhe kundër politikave që po e paralizojnë shtetin tonë. Ne kemi vendosur që me hyrë në grevë, sepse si organizata të shoqërisë civile në vazhdimsi kemi reaguar ndaj shkeljeve të ligjit, kapjes së institucioneve, stagnimit të reformave dhe kemi bërë thirrje për domosdoshmëri në luftën kundër korrupsionit, por dhe kjo angazhim i joni dhe kjo vazhdimësia jona ku kemi paralajmëru për fenomenet e vazhdueshme që tashmë janë bërë sistemike, për kundër këtij angazhimi ton, analizave konkrete që i kemi ofruar dhe rekomandimeve konkrete që i kemi paraqit, nuk ka pas fatkeqësisht reagim nga ana e institucioneve shtetërore, nuk ka pas reflektim dhe nuk ka pas angazhim konkret në adresimin e krejt këtyre çështjeve dhe problematikave të identifikuara. Mungesa e reformës plot në drejtësi, mos fillimi i vettingut në drejtësi, korporatizmi në sistemin prokurorial, ligjet kundërkushtetuese, pastaj mungesa e strategjisë kundër korrupsion, pezullimi i dialogut strategjik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mungesa e dialogut social, sulmet e vazhdueshme ndaj gazetarëve, ndaj shoqërisë civile, ndaj institucioneve të drejtësisë, e bllokimi i fondeve të planit të rritjes së Bashkimit Evropian, janë veç disa prej ngjarjeve dhe problemeve që në vazhdimsi po e dëmtojnë jetën e qytetarëve tonë, po e dëmtojnë sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik, besimin në demokraci dhe funksionimin e mirëfillt të vendit tonë. Për këto arsye ndër të tjera, ne kemi vlerësuar të nevojshme që sot t'japim një mesazh të fortë dhe të qartë se vendi jonë ka nevojë për veprime konkrete, për përgjegjësi, për institucione funksionale dhe mbi të gjitha ka nevojë për sundim të ligjit dhe jo për inkurajim të korrupsionit. Prandaj, ky veprim i joni sot, kjo formë jona sot që i kemi zgjedh është një thirrje për gjitha institucionet e shtetit, për respektim të mandatit të tyre kushtetues, përgjegjësisë publike, për mbushjen e detyrimeve të tyre për garantu integritet, transparencë dhe funksionim demokratik. Ndërkohë që organizimi i komplet javës kundër korrupsionit 2025 do të vazhdojë gjatë gjithë javës me një sër aktivitetesh të ndryshme, të rëndësishme, të cilat përfshijnë publikimin e raporteve nga fusha e parandalimit dhe luftimit të korrupsionit, të ndërlidhura edhe me sistemin e drejtësisë, pastaj nga fusha e prokurimit publik, mbrojtja e sinjalizuesve, ndërlidhja e korrupsionit me të drejtat e njerëzit dhe çështje të tjera të rëndësishme, të cilat do të diskutohen në kuadër të organizimeve të shumta, duke i përfshirë tryezat, duke përfshirë realizimin e aktiviteteve të tjera në formë konceptuale apo në formë të diskutimeve të ndryshme që do t'i realizojmë. Të gjitha këto mund të gjenden në kuadër të agjendës zyrtare të cilën e kemi publikuar dhe e kemi ndarë gjatë ditës së djeshme. Qëllimi i organizatave tona është që ta shndrojmë javën kundër korrupsion, pra ta shndrojmë këtë javë në një moment reflektimi, por në njëjtën kohë edhe një moment të qartë kërkese që na duhen institucione funksionale që punojnë në interes të qytetarëve dhe që luftojnë korrupsionin. Prandaj, për fund, ju njoftojmë se do ta kemi si pjesë të aktivitetit të sotëm edhe një video të shkurtër që i përmbledh disa prej arsyeve kryesore pse sot kemi zgjedhur të protestojmë në këtë formë në cilën jemi këtu. Kështu që e kishim shu edhe videon. Kontrata po negocion, pa proces verbal, pa dokumentim zyrtar dhe pa transparencë. Ne ende nuk e kemi një kryeprokuror të shtetit, i cili duhet të zgjidhet përmes një procesi kredibil, transparent dhe drejtor. Reforma plot në drejtësi nuk ndodhi kurrë.
Sulmet dëgjua rrjetet nga gazetarët dhe mediave janë rritur. SBA-t pezulluan dialogun strategjik për shkak të veprimeve të qeverisë.